më keq bëhe? Sa keq bëhe? Sensi aq më fort bëhe. Edhe kisha dy zgjidhje. Ose dilja nga shtëpia, ose fuck it, me ta thënë, e kupton? Uhu, sa të thella pas kanë qenë këto punë. Po. Tani, Mirë, kur thash unë se si më shef, që unë normalisht, me ta thënë drejtën e shpirtit, 1% të madhe e kam pas për natyrën tënde që ti përgjithsisht kurse ke natyrën që nuk do të tregohesh harbut, nuk do të tregohesh agresiv me njerëzit, dhe me idenë që ti e ka që më lefosur pas meje, dhe edhe ta kam ndarë madje, kam thënë çaj ke këtë tani, se na lodhe, më shef në shtëpi, çfarë është ky pëlqim, apo ti ke rezerva, kupton? Dhe ke këtë natyrën ti që të shef, që me të mek t'ja them apo mos t'ja them gjërat, kupton? kështu ka qenë, me këtë natyrë, t'ja them mos ja them, por gjëra që do thoje ishin ndryshe, po. Pas kanë qenë pak sa të thella, bravo. Jo, Po pse më the? unë bravo, nuk kam qenë. Po pse më the shpifje. Po mbrojtja më mirë sulme. Nga Dhe ana ishte më tjetër, mirë, dhe ishte më mirë të më nxirje mua si legene, si shpifse, se sa të pranoje ti një ndjesi tënde. Po. më mirë vonë se kur, më ka thënë shoqja ime. Po nga ana tjetër, edhe unë kam pa diçka nga ti. Ke parë? Çfarë ke parë? Shikime, ti një natyrë që mbase. Më kupton? Unë kem qenë kështu me gjykim të korruptuar. Po besoj që kam paca shikime që kanë qenë për te shoqërisë. Po. Okej. Edhe nuk e lun topit. Pa ti po e bën kështu siç të thash unë që kam pas shikime se si më shef, se si më bën. Si? Po thu